Mund ta përcaktoj ngjyra e lëkurës vlerën e një njeriu. Më ndiqni deri në fund, ndërsa do të ndaj me ju një informacion shkencor i cili më ka bërë të mendoj ndryshe për racat e ndryshme. Ngjyra e lëkurës nuk është matës as i karakterit, inteligjencës, pastërtisë apo dinjitetit, por është kryesisht rezultati i mënyrës se si paraardhësit tan u përshtatën gjatë shumë brezave ndaj rrezatimit ultraviolet në zona të ndryshme të tokës, dhe këtë gjë do ta shpjegoj pak nga pak. Do të filloj me melaninën. Çfarë është melanina? Melanina është një grup pigmentesh natyrore që prodhohen nga qeliza të veçanta të quajtura melanocite. Pak biologji tani ki në durim. Procesi i prodhimit nis nga aminoacidi tirozin dhe zhvillohet brenda strukturave qelizore të quajtura melanozome. Melanina përthith një pjesë të rrezatimit ultraviolet dhe ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimi prej tij. Pra, melanina nuk është shenjë e përsie, as shenjë inferioriteti, por është një mekanizëm biologjik i trupit që na mbron. Po pse njerëzit kanë nuanca të ndryshme të lëkurës? Studimet e antropologes Nina Jablonski dhe studiuesit George Chaplin mbështesin fuqishëm idenë se pigmentimi i lëkurës është formuluar gjatë evolucionit si përshtatje ndaj rrezatimit ultraviolet. Në zonat pranë ekuadorit, ku rrezatimi UV është më i fortë, pigmentimi më i madh mund të ndihmojë në mbrojtjen e folatit dhe të ADN-s nga dëmtimi i lidhur me rrezatimin ultraviolet. Pra mendojeni si një krem mbrojtës, si një shtresë mbrojtje. Por në zonat me më pak rrezatim UVB, pigmentimi më i ulët mund të lehtësojë prodhimin e vitaminës D në lëkurë. Prandaj ngjyra e lëkurës mund të kuptohet si një lloj ekuilibri evolucionar mes mbrojtjes nga rrezatimi dhe nevojës për prodhimin e vitaminës D. Për shembull, në vendet nordike, njerëzit janë më të bardhë sepse rrezatimi UV është më i ulët dhe për këtë arsye ato kanë nevojë për vitaminën D dhe lëkura e bardhë, pra kjo shtresë e pakët e melaninës i lejon ata që trupi të përthith dhe të prodhojë vitaminën D që përkthehet në kalcium në kockat tona dhe ndihmon në imunitetin ton. Unë nuk jam biologe, por po rrezikoj me këtë shpjegim me ato gjëra që unë kam lexuar. Megjithatë, kjo nuk është një formulë kaq e thjeshtë, sepse ngjyra e lëkurës ndikohet edhe nga gjenet, historia e popullatave, klima, stina, veshjet dhe mënyra e jetesës. Modeli i vitaminës D dhe folatit është një shpjegim i rëndësishëm, por jo i vetmi faktor në evolucionin e pigmentit. Një tjetër gjë është shumë e rëndësishme. Ngjyra e lëkurës ndryshon gradualisht përgjatë gjeografisë. Njerëzimi nuk ndahet biologjikisht në kuti të pastra dhe të veçuara racore. Shumë tipare njerëzore, përfshirë edhe pigmentimin, ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme nga një popullsi në tjetrën. Kjo do të thotë se ngjyra e lëkurës nuk mund të përdoret për të nxjerrë përfundime mbi inteligjencën, moralin, karakterin apo vlerën e një personi apo një grupi popullate të caktuar. Po çfarë mund të themi për mitin se ngjyra e lëkurës lidhet me pastërtinë ose higjienën? Pra, a është njësoj i pastër një ushqim që është gatuar nga duar me ngjyra të ndryshme? Ky është një paragjykim dhe jo një përfundim shkencor, sepse të gjithë njerëzit kanë një barrierë mbrojtëse të lëkurës dhe një mikrobiom të përbërë nga mikroorganizma që jetojnë natyrshëm në to. Këto sisteme mund të ndryshojnë sipas individit, zonës së trupit, moshës, klimës, produkteve të përdorura dhe faktorëve të tjerë. Por këto ndryshime nuk e bën një popullsi më të pastër ose më të pistë se sa një tjetër. Ajo që bën ndryshimin lidhet me kushtet e jetesës. Pra higjiena kryesisht lidhet me kushtet e jetesës, me qasjen në ujin e pishëm, me higjienën dhe kujdesin personal, me le të themi mundësitë për të bler produkte të higjienës dhe jo me densitetin e melaninës në lëkurë. Pra jo me sa i bardhë ose i zi është një njeri. Dhe këtu shkenca takohet me diçka edhe më të thellë, me dimensionin shpirtëror, dhe ky është i preferuari im. Nëse besojmë te krijuesi, atëherë çdo ngjyrë, çdo popull dhe çdo njeri ka të njëjtin dinjitet. Diversiteti i njerëzimit nuk është një gabim për të përbuzur, por është pjesë e realitetit njerëzor. Për njerëzit si unë që besojnë, krijuesi nuk e mat njeriu nga ngjyra e fytyrës, nga forma e trupit apo nga origjina, por nga zemra dhe nga veprat e tij, pra nga vendimet, nga zemra, ajo që ndjen,
që pasqyrohet tek ajo që themi, ajo që mendojmë që pasqyrohet tek ajo që themi dhe tek veprat tona. Prandaj të përbuzësh dikë për ngjyrën e lëkurës do të thotë të mohosh dinjitetin e një qenie njerëzore të krijuar sipas imazhit të Perëndis. Kur humbet një jetë, Zoti nuk pyet nëse ishte i bardhë, i zi, i kuq, meksikan apo aziatik, por për të çdo shpirt ka vlerë. Në këtë kuptim, nëse ne vlerësojmë humbjen e një jete njerëzore në bazë të ngjyrës së lëkurës, atëherë jemi duke bërë një shkelje penale në kushtetutën e Perëndisë. Paragjykimet nuk zhduken me urrëtie, por zhduken me dije, me empati dhe me përgjegjësi. Prandaj le të pyesim veten tonë, çfarë bote po u lëm fëmijëve tanë? Një botë ku friksohemi nga ndryshimi dhe i gjykojmë njeriu nga pamja jashtme, apo një botë ku kuptojmë se pas çdo ngjyre lëkure rre e njëjta zemër njerëzore dhe i njëjti njeri i krijuar në imazhin e Perëndisë, të cilin Perëndia e do dhe dha Jezusin për të. Zoti ju bekoft, edhe dëgjohemi në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqen të ndiqni materiale të tilla që bëjnë lidhjen e jetës së përditshme, problematikave, me vlerat, me besimin, me aspektin etik dhe shpirtëror, atëherë më bëni follow. Zoti ju bekoft.